Kulla, në Iraka, kemi sot personalitete të shuara shqiptare spaku. Nuk kam dini. Edhe nëse janë të zhvendosur. Unë mundoha edhe të hullumtoj, por nuk. Edhe nëse janë diku tjetër të zhvendosur. Janë familje cilat janë, kjo është një sfidë e madhe e dy shteteve shqiptare, të Shqipërisë dhe të Kosovës, që të bëj, le themi, rizgjimin kombëtar të nëse jetojnë në veri, hipotetikisht ose edhe logjikisht në bazë të një përfundimi, del që kanë qenë në periferi larg qendrës Bagdadit dhe qendrave tjera. Nuk është konceptuar, jo kanë qenë edhe në Bagdad, por nuk është konceptuar si e tillë. Ato janë territoret e perandorisë osmane. Se dhe shqiptarët e Azerbajxhanit, ata që njihen si Arbanas, që janë asimiluar dhe ata, ishin shqiptarët perandorisë. Vetëm se ishin të krishterë, prandaj i kanë ruajtur, atje i ka ruajtur kisha, kupton? Nuk ishin shqiptarët e Azerbajxhanit, se ekzistonte shteti i Azerbajxhanit. Ekzistonte perandoria osmane, që pastaj fshihet ajo perandoria osmane aty, dhe ata kalojnë në perandori ruse. Por kanë ruajtur emrin Arbanas, kanë ruajtur identitetin, edhe këte kanë bërë nëpërmjet kishës. Pra kemi edhe këtu pak a shumë njëjtën gjë, që kemi shpërbërjen e perandorisë, krijimin e shteteve tjera dhe njerëzit cilët kanë lëvizur, por deri në vitin 1953, kur ishte mbretëria e Egjiptit, që ishte mbreti shqiptar, shqiptarët ishin shumë të fortë, sepse Egjipti ishte me familje mbretërore shqiptare. Dhe ishte shteti më i rëndësishëm i botës arabe. Kaluam në Egjipt. Është tregim interesant Egjipt. Mehmet Ali Pasha. Po. Nga është? Nga Zëmlaku. I fshatit të? Po, babajtin, po. Po thue me krenari, a? Po jo, më është historia, se them me krenari, është historia. Cila është historia e tij, është një histori shumë interesante. Ai ka qenë ja, është shkruar. Ai ka qenë si fëmijë ka lëvizur duke patur parasysh që rajoni aty, domethënë, ku flasim nga Selaniku është afër, sot për shembull është 1 orë e gjysmë me makinë. Familja ka lëvizur, ka qenë i vogël, mos gaboj, ka qenë jetim, sipas referencave, dhe e kanë marrë, e kanë çuar në Selanik. Nga Selaniku pastaj kanë çuar në shkollë, siç i merrnin. Është bërë pjesë, është shkolluar, është bërë pjesë e trupës jeniçer, është bërë një komandant ushtarak i rëndësishëm. Në një moment kur ka një kryengritje anti-perandori, anti-osmane shumë të fortë në Egjipt,